Tërmeti fuqishëm trondit Tongën, alarm për tsunami. Një tërmet i fuqishëm ka goditur Tongën, një komb arkipelag në Oqeanin Paqësor Jugor me magnitudë 7, duke tronditur rajonin. Sipas shërbimit gjeologjik të SHBA-s, tërmeti ndodhi rreth 96 kilometra në verilindje të ishullit kryesor, Tonga-Tap, në orën 1:18 mëngjesit me orën lokale. Pavarësisht fuqisë së tërmetit, deri tani nuk raportohet për dëme apo viktima. Pas tërmetit, një paralajmërim për tsunami u lëshua, duke kërkuar nga njerëzit brenda zonës së kërcënuar të evakuoheshin në zona më të larta ose të strehoshin brenda ndërtesave të sigurta. Megjithatë, kërcënimi i tsunamit është anuluar më pas nga qendra e paralajmërimit të tsunamit të paqësorit në Honolulu.